Tragjedi në një kantier ndërtimi në lagjen Kiselavot të Shkupit. Gjatë gërmimit të themeleve të një ndërtese në rrugën Kozjak, si pasojë e rrëshqitjes së dheut humbi jetën një punëtor dhe 3 të tjerë u lënduan. Një banore ndërtesës që jeton aty afër tregon se si një person i mbuluar në ndhe kërkonte ndihmë. Около 8:15 така, случайно зирнав. Се случи несреќа тоа со земјата, со работниците. Видов само глава како бара помош на човек. Си спаничив, се симнав доле и сите, мислам, станарите. Кој викна брза помош, кој ова, кој она, толку видов. Понатаму не знам што се случуваше. Не сум видела ништо, слушнам само, ми прашувам како сте, вика, не е добро, викам, што е работава? Случајно свртев главата навака, види, вика, човек погина, вика, ондека, и уште 2-3 тројца колку затрупани или. Поима немам да ви кажам, не знам точно. Јас сум израснат овдека и многу го знам какво е местото. Како? Несигурно. Песок е, снимете песок е доле. Не е само да се даде дозвола. Дали бевте присутни кога? Не, јас сега дојдов и се потресов. Се потресов затоа што ова не е прв пат. Овдека беа ниви све. А дозволија од бараките, не знам што све да се прави. А не е само тука, парковите ги затворија. А отидете нагори да видите каде и како живеат од кружниот ток према Припор. Кој поплави се, кој ќе врни, тротоари нема ништо. Ministria e Brendshme informoi se vdekja e punëtorit të ndjerë është konfirmuar nga një mjek i ambulancës dhe se po merren masa për sqarimin e rastit. Nga prokuroria e Shkup njoftojnë se është lëshuar urdhër për autopsi të të ndjerit. Prokurori publik lëshoi një urdhër për autopsi të të ndjerit. Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Inspektorati Ndërtimor Komunal po hetojnë gjithashtu shkaqet e aksidentit dhe pajtueshmërinë me rregulloren e sigurisë së punës. 3 të lënduarit të moshës 35 deri 45 vjeç u dërguan me urgjencë në qendrën klinike Nën Tereza. 2 prej tyre kanë lëndime të lehta trupore dhe kontuzione dhe po kryen procedurat diagnostikuese. Te njëri është trajtuar me njëherë një dëmtim në bëryl, ndërsa pacienti i tretë ka fraktura në të 2 këmbët e poshtme dhe në një kofsh. Gjendja e tyre shëndetësore po monitorohet dhe trajtimi mjekësor po vazhdon. Pritet që hetimi do të tregojë rrethanat e sakta të aksidentit. Në tabelën e vendosur pranë kantierit tregohet si investitori i ndërtesës, e cila është parapar të ketë 6 kate, është Nart Duell, ndërsa kontraktori është kompania Jakimovski Duell. Projektues është Sara 4 Du Shkup. Leja e ndërtimit është dhënë më 4 mars 2026, ndërsa miratimi përfundimtar më 9 mars 2026.